Këtë të shtun nga ora 13 në sheshin Skënderbeu në Shkup, u mbajt protesta në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës që po mbahen në Hag. Organizatorët e protestës bën thirrje për pjesëmarrje masive në këtë protestë me kërkesën e vetme lirimin e ish-krerëve të UÇK-s dhe drejtësi për ata. Kryetari i shoqatës së familjarëve të dëshmorëve të UÇK-s, Xhavit Jashari, theksoi se protesta në Shkup, po ashtu sikurse edhe në vendet e tjera, ishte një thirrje për drejtësi. Qëllimi ynë i vetëm është që të kërkojmë drejtësi dhe të solidarizohemi me Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe i gjithë të tjerët të cilët padrejtësisht po mbahen në gjykatën speciale të Hagës. Ne nuk i therasim protestat dhe nuk i kemi thirrur asnjëherë që të kundërshtojmë ose kundër drejtësisë, por protestat tona pikërisht në këtë rast ku po atakohet lufta e shenjtë e jona, UÇK, protestat i kemi thirrur si çdo individ që i përgjigjet kësaj proteste dhe flet në vete dhe kërkon drejtësi. Aty është duke ndodhur pa drejtësi. Në rastin e parë kërkohet drejtësi, ndërsa protesta është orientuar ku atje po ndodh pa drejtësi. Kjo gjykatë është politike dhe qëllim të vetëm ka dhe nuk do të arrijë luftën tonë të drejtë dhe të pastër me të gjitha ato që ka bërë ushtria, policia dhe shteti serb në Kosovë, tha ai. Nga OVL-UÇK u bë thirrje që veteranët e luftës të mos marrin pjesë në këtë protestë, pasi ekziston rreziku që ata të ndalohen, ndërsa krijimi i shtabit të krizës nga shteti i Maqedonas konsiderohet i panevojshëm dhe i njanshëm.